Këtë të diel të 28 dhjetorit, mbi 2 milion qytetarë me të drejtë vote janë ftuar të votojnë për herë të katërt brenda vitit në Kosovë. Viti 2025 nisi me votime më 9 shkurt për Kuvendin e Kosovës, vazhdoi në vjesht me votimin për zgjedhjet lokale të 12 tetorit dhe 9 nëntorit dhe do të mbyllet me votimin e 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të shtunën në mëngjes ka shpërndar materialin zgjedhor, përfshirë flet votimet për në 38 komunat e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi i këtij institucioni, Valmir Elezi, ka treguar për hapat e fundit që KQZ ndërmori para fillimit të votimit këtë të diel në orën 7 të mëngjesit. Sipas KQZ-s, për zgjedhjet e sotme garojnë 22 subjekte politike. Prej tyre janë 18 parti politike, 3 koalicione parazgjedhore, si dhe 2 iniciativa qytetare dhe një kandidat i pavarur. Ndër partitë kryesore që garojnë në këto zgjedhje janë Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe nga radhët e serbëve të Kosovës Lista Srpska, që kanë mbështetjen e Beogradit zyrtar. Në këto zgjedhje garojnë gjithsej 1180 kandidat për deputet, që i ka certifikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Rreth 67% janë burra, ndërkaq që rreth 33% janë gra. Qendrat e votimit ditën e diel hapen nga ora 7 e mëngjesit dhe mbyllen në 19 të mbrëmjes. Të drejtë vote në këtë zgjedhje sipas KQZ-s kanë 2.076.290 votues. Procesi zgjedhor brenda vendit zhvillohet në 948 qendra të votimit, megjithse 2614 vendvotime. Qendra votimi ka edhe jashtë Kosovës, ku votimi fizik organizohet në 16 ambasada dhe 13 konsulata në 18 shtete të botës. Mbi 84.000 qytetarë jashtë Kosovës kanë aplikuar për votim dhe nga to 76.000 aplikime janë miratuar, që përfshin votimin me postë dhe votimin fizik në ambasada dhe konsulata të Kosovës. Për të garantuar një proces të drejtë votimi pa probleme, janë të angazhuar qindra forca policore, ndërsa rreth 100 prokuror janë angazhuar për mbrojtjen e votës në zgjedhjet e së dielës. Zyra e prokurorit të shtetit njofton se qëllimi kryesor i angazhimit të 100 prokurorëve është mbrojtja e votës së lirë të qytetarëve dhe garantimi i integritetit të procesit zgjedhor. Policia e Kosovës nga ana e saj thekson se në bashkëpunim me institucionet vendore dhe ndërkombëtare mbetet e përkushtuar në zbatimin e detyrave dhe përgjegjësive të saj ligjore në mënyrë profesionale, transparente dhe të paanshme, me qëllim të garantimit të ushtrimit të lirë dhe demokratik të së drejtës së votës për gjithë qytetarët.